Përse Shqipëria vuan, portreti një vendi në pikpyetje. Shqipëria me bukuritë e saj natyrore dhe historinë e pasur, sot përballet me probleme sistemike që e kërcënojnë modernizimin, rritjen dhe të ardhmen e brezave, një realitet ku vetë shpresa duket shpesh i brish. Një ekonomia e brisht, inflacion, papunësi, varfëri dhe hendek social. Një nga shqetësimet kryesore për qytetarët është çmimi i lartë i jetesës dhe inflacioni. Sipas barometrit të Ballkanit 2024, 71% shqiptarëve konsiderojnë koston e jetës dhe inflacionin si një nga problemet më të mëdha që përballen. Papunësia, veçanërisht për të rinjt, mbetet sëmundje kronike. Përfaqëson një ndër shqetësimet kryesore që shtyn shumë të largohen pavarësisht premtimeve për zhvillim dhe reforma. Shumë familje përballen me varfëri. Studime dhe shifra tregojnë se sasia e të varfërve dhe atyre me rënje në standard jetë mbetet alarmante, e nëse shtojmë se pabarazitnë shpërndarjen e pasurisë dhe mundësive bindin se përparimi shkon vetëm për pak urbanët, pjesëtarët e elitës, atëherë kemi një hendek ekonomik dhe social që thellohet. Nga kjo, shumë përballen me çmime lartë, ekonomi të dobët familjare, punë me pak të ulët ose papunësi, pa mundësi për të ndërtuar të ardhme me siguri. 2. Emigrimi masiv dhe trudrajn, rinja ikën, po i mbetet bosh vendit. Sipas raportit më të fundit, grup mosha 0-29 vjeç ka rënë me 44 i që prej 2011. Për shkak të emigracionit masiv dhe një shkallë shumë të ulët lindje, net migrimi mes 2020-2025 është mesatarisht 34.500 persona në vit, shifër që tregon se Shqipëria po humbet forcat më të reja, energjitë dhe talente. Eksodusi është kryesisht i rinjve, student, specialist, punëtor me aftësi që ndjejnë se nuk ka mundësi reale për të ardhmen këtu. Pasojat janë të dhimbshme. Humbje e kapitalit njerëzor, boshllëk në tregun e punës, sektore si shëndetësia, arsimi dhe teknologjia që vuajnë mungesë të specialistëve. Kjo nënkupton, çdo vit më pak njerëz, më pak ide, më pak energji për të ndërtuar një nxirje shoqërie me ritme të shpejta. 3. Korrupsioni, krimi i organizuar dhe mungesa e besimit në institucione. Pasha që rëndon të ardhmen. Sipas raporteve ndërkombëtare dhe analiza lokale, korrupsioni vazhdon të jetë pengesa kryesore për investime, zhvillim ekonomik dhe besim në institucione. Ekonomia informale dhe fushat e zeza, krimi i organizuar, larje parash, kontrata publike të dyshimta e bëjnë Shqipërinë të paparashikueshme për investitor serioz. Rrëmujat në drejtësi, mungesa e meritokracisë, nepotizmi e bëjnë të ndjeshme ndjenjen e padrejtësisë. Shumë shqiptar ndjehen si i ardhur në këtë vend, pavarësisht se janë lindur dhe rritur këtu, kur besimi në institucionet kyçe, shtet, gjyq, ekonomi thyhet, perspektiva e ardhshme bëhet me hije. Të rinjt mendojnë po të largohem, investitorët po të mos investoj këtu, qytetarët po të mos besojnë në ndryshim. Pra, korrupsioni dhe krimi nuk janë thjesht probleme aparte, ata janë pjesë integrale e krizës që vret çdo mundësi reale për rindërtim. 4. Shërbime publike të mangëta, arsimi i dobët, shëndetësi në krize, mbrojtje sociale e paqartëme, emigrimin dhe largimin e të rinjve, dhe me mungesë investimesh reale në arsim shëndetësi, Shqipëria po humbet kapacitetin për të ofruar qytetarëve shërbime cilësore. Indeksi i kapitalit njerëzor tregon se fëmijët që lindin sot në Shqipëri me kushtet ekzistuese mund të arrijnë vetëm 63% të potencialit të tyre produktiv. Shumë në nivelin e nevojshëm për një zhvillim normal, mungesa e mbështetjes për të varfërit, plesh, punëtor të sëmur e bën socialisht të paqëndrueshëm një vend me miliona shqiptar që jetojnë në varfëri ose afër saj. Në thelb, shteti nuk po ofron mbështetje minimale, dhe kur as shteti nuk beson në të ardhmen e vet, vështirë të presim qytetar që të besojnë. 5. Kriza e identitetit, largim dhe ndjesi nuk bëj pjesë, humbje e shpresës, mentalitet i lodhur me emigrimin masiv, me shpërndarje të pabarabart, me mundësi të pakta për një të ardhme, i gjithë shteti dhe shoqëria e ndjen një humbje. Jo vetëm të rinj, por edhe brezash që ndjehen të lodhur, të tradhtuar, pa shpresë për ndryshim. Kur talenti, energjia, shpresa largohen, vendi mbetet me boshëqe demografike, sociale, morale. Një copëtim i ndjenjes se je pjesë e një kombi, kur ai komb duket sikur po plaçkitet ose braktiset si rrjedhoj. Për shumë të rinj, kur vendin ta lënë nuk është thjesht nevojë ekonomike. Është refuzim i sistemit që ofron vetëm investime boshe, premtime, ose një realitet ku meritokracia nuk ekziston. Si do të mbijetojë Shqipëria, çfarë duhet të ndryshojë realisht? Nëse Shqipëria do të tejkalojë këto kriza, nuk mjafton të kërkojmë më të mirë, duhet të ndërtojmë themel nga poshtë lart. Ja disa ide shumë prosaike por jetike. Reformë reale në drejtësi, transparencë, meritokraci, llogaridhënie që të rikthej besimin në institucione dhe të prish ciklin e nepotizmit dhe korrupsionit, investim në njerëzit, arsim dhe shëndetësi cilësore me fonde serioze, jo vetëm premtime. Të rinjt duhet të ndjejnë se me përpjekje sigurojnë të ardhme këtu nxitjet e ekonomisë reale, jo ekonomisë së pëve të dyshimta, pazareve politike, sipërmarrjeve të lidhura me politikë dhe krim, por biznese të ligjshme, vende pune reale, mundësi për sipërmarrje produktive, politikë serioze kundër emigracionit, stimulim për të mbetur, për të krijuar familje, për të ndërtuar, jo vetëm bonus pensionistëve, por stimuj për familjet, punësim, mbështetje, kush investon në njerëz. Luftë pa kompromis.
Kundër krimit dhe ekonomisë informale, ndëshkime të ashpra, reforma në polici, gjysh, burgosje dhe konfiskim, që shteti të mos jetë thjesht spektator, por garant i sigurisë, ringritje morale dhe identitare. Edukim qytetar, ndjenjë komuniteti, solidaritet që shqiptar të mos jetë vetëm gjuha dhe e kaluara, por shpresë për të ardhme. Pa këto, Shqipëria rrezikon të vazhdojë të jetë vend me parazi sa për pak, me shifra, por pa zemër. Pse duhet të flasim dhe të refuzojmë mbylljen në heshtje. Ti si qytetar duhet të jesh shpesh në kërkim për të vënë gishtin aty ku dhemb, dhe kjo është saktësisht arsyeja pse duhet të flasim, të denoncojmë, të kërkojmë llogari. Një artikull investigativ, një shkrim kritik, një status i ashpër nuk janë vetëm letra. Janë zëri i njerëzve që mbeten, jo vetëm ata që ikin. Nëse heshtim, le të mos habitemi kur rritjet bëhen vetëm në statistik, kur pamëtësia bëhet norm dhe kur shpresa për t'u kthyer shembet si krepa e një pallati të vjetër. Shqipëria ka nevojë për reflektim dhe për veprim. Nuk mjafton të shpresojmë për më mirë. Duhet të punojmë për të.